ka më na tregu vetë aj. Edhe vazhdojnë. Ja, është dhe më Ferizaj sikur... Mirëmëngjesi zotëri. Po. Po Sara, vazhdoj Kisha Lidi, pas vazhdoj. qef më na tregu se qebopa qoftët sa janë të pëlqyeshme. Si pas mështerive për të foli për njerëzve, një Macedoni krejt vinë këtu, një Kosovë krejt vinë këtu, të na tash edhe mishën pyetje, edhe pasërtia, edhe gjitha. Po që so vjetë mirësh me këtë zanot me thonë ashtu se e di që mot e keni pasi që edhe vetëm me Ferizojt edhe vi shpesh. Da, këtë zanat e kemë pejt të ndjerit babës, i ka 60 që ka vdek, që ka vdek. Ne kalon mashanena tradit qështu, sot edhe mu kohën ka ardhën e vdekjes gati, po djemët janë të shfrytzu edhe kështu shkon. E cekët që bapat edhe qoftët, po këta mërgëmtort, kur po vinë Ferizaj, apo i provojnë ato, apo i kanë qef shumë? Jo shumë, po tepër shumë. Krejt pej aeroportit direkt e në që bapa vinë, direkt. Për zotin, pej aeroportit 100 vinë, që pej aeroportit kena orë që bapa me hangë. Tash për festat fund vitit, po keni punë mjaftueshëm. Unë ka tepër, ka qak shumë jem të i nejt gati sa puna është. Edhe na jem kak ma të gotë shumë, do me thonë pa, as me thonë pa kulturë, zbanë me thonën, mirë po të gotë shumë krejt, se cili ka qef ma shpejt me kry punë. Po sigur zotrin e Gjondif, shumë frek nuk e kum bo dalimin mes qebapave dhe qoftës, po tash e kuptova, po Arben? Ma mundësosh me DJ Negji, ka shpjegojmë edhe shikuzit drejt për drejt. A mund të talëshosh një interfon me DJ Negji? Po patjetër. Zoti Negj, besoj për pak dhe më DJ, hajde të Një shkojmë. minut. Dua që ta ndjem bashkë aromën e qebapave të Ferizaj. Jam në dhe nga studio duke folur, po të kanë dëshirë, po? Zoti Negj, përshëndetje, jam Arben Ahmeti. Më vje keq që nuk pas në qenë asë njerë aty të ti. Me i konsumu qebapat edhe qoftët. Do t'jem shumë shpejt, besoj. Se për qenë ka një rast që e kam humbur. Deri më tash. E para, të regom, pse duhet gjithmonë në grill me pas edhe një spec anash? Se unë nuk i dua spesat, i dua vetëm mishin. Edhe më duket kështu